e frikshme është kur e thu Albanian Files. Tash ka ca Albanian Files të që është njëshë që ke parë ti. Ti s'ke parë dyshim. Është e kështu do jetë me epizode dhe të serial. Parë dyshim vlla. Dyshim. Po. Ke parasysh ju Sazanit? Që ja ka dhënë Rama Kushnerit apo ja, si teori. Teorikisht. Dhe ti je sigurt që arma më e fortë që do përdoret për të eliminuar politikisht juridikisht të Tiranën, do të thonë amerikanë. Jo sipas disa tezave të save që thonë do ta mundin demokratët, e të janë rrenda, demokratët duan Ramën, për shkak të Sorosit. A demokratët tanë do di? Këta të PD-s tonë? Buda dhe tanë, dhe mësuar me ta. Jo, demokrat amerikan kështë fjallë. Të kuptoj. Koncepti është që Rama do shbët nga familja Trump që i ka kryu kosto me familjen Kushner, sepse ishulli i Sazanit është të kthyer në shkakun kryesor bashkë me portën e Durrësit, që Rama do eliminohet si një pengesë, si një pyk izraelitën e Europë, nga vetë Europa dhe Amerika. Sot do të shpjegoj dy gjëra. Gjermania e kantarëve të Tiranës. De facto Turqia është në luftë me Shqipërinë. Sepse Shqipëria ka hapur luftë Turqisë. Në momentin që Shqipëria japi luftë Tiranit, nuk bëri buj. Larg Tiranit. Shumë larg. Plus ke parasysh Irani atje ne këtej. Amerika me Iranin konflikt. Po, Turqia është alleat me Amerikën. Dhe Erdogani është nik e preferuar i familjes Trump. Problemi qëndron që ne kemi shpall luftë Turqisë. Dhe Turqia ka mobilizuar gjithë energjitë e veta për të zgjidhur problemin e krijuar për të parë me Shqipërinë, që duhet të ekzistonte si problem, për shkak se kemi një marrëveshje të vitit 1924, që quhet Traktati i Miqësisë Përjetshme, kështu quhet. Është firmosur me qeverinë shqiptare të kohës, para Nolit, qeverinë e Ahmet Zaut, dhe në këtë traktat përcaktohet që ne do të jemi aleat përjetshëm. Dhe Turqia do të gjejë Shqipërisë në çdo situatë konflikti ushtarak. Siç e pamë në Kosovë me NATO e tjerë. Dhe për shkak të vendimeve të NATO-s dhe të Amerikës sidomos, Turqia ka pas detyrë të bëjë asistencë teknike për ushtrin shqiptar. Përfshi trajnimi i kadetëve, trajnimi i oficerëve, shkollimi tyre mbi të gjitha, edhe me policinë e shtetit. Si që ka bërë gjithë të vite? 30 vjet. Tani Sazani është përballë Pashalimanis. Dhe asnjë nuk ka Sazan pa Pashaliman, dhe Pashaliman pa Sazan. Pashalimani, se kam thënë, është investim totalisht asistencë ushtarake turke në Shqipëri. Për llogaritë Amerikës së gjitha. Dhe Rama e ka kaluar Izraelit për ta kthyer në bazë ushtarake izraelite në Shqipëri, nëpërmjet kompanisë Kaja, të Ron Jeffet, i cili ka caktuar ministër të mbrojtjes asistentën e tij. Pra Rama ja ka kaluar një kompani private me pronar Ron Jeffet, ku gjitha paratë që ka hedhur Turqia dhe Shqipëria për 30 vjet në Pashaliman ja ka kaluar një kompani private izraelite ushtarake të Ron Jeffet. Tashia? Po, dhe Ron Jeffet është ai që ka caktuar ministër të mbrojtjes, zarën e tij, asistentën e tij. Dhe problemi ku qëndron? Problemi qëndron që kjo është gjysma, ose më saktë çereku i problemit. Thelbi i problemit që ka çoroditur gjithë NATO dhe gjithë Europën, hiç më s'u hapisni. Si ju duket budalli këto që them, unë duhet kështu fantazit, Altin Goxha dhe të tjerë, është ishulli i Sazanit, konsiderohet në manualet e NATO-s një strehim antiatomik. E dëgjove çfarë është? Antiatomik. Ishulli i Sazanit. Ndërkohë që Otranto, për shkak të Sazanit, konsiderohet Hormuzi i Mesdhëut dhe Adriatikut, raport me Adriatikun, që përfshin brenda Italinë, Kroacinë, Malezi dhe Shqipërinë, që janë e gjitha pjesa lindore e Adriatikut, histori austro-hungareze. Dhe kthejmë pak e manualet e luftës parë botërore, që janë thelbi i gjithë gjeopolitikës sot. Aleancat e kanë treguar herë tjera, Kroaci, Kosovë, Shqipëri. Është histori 100 ca vjeçare. Aty Serbia
bashkë me Greqinë, aleat Francës. Apo Shqipëria gjithmonë në luftë të influencave përkatëse. Greqi, Serbi, Itali, Austro-Hungari. Prit. Çka ka ndodhur në histori? 100 e sa vjet. Në 100 e sa vjet, gjithmonë ka qenë humbja e austro-hungarezëve dhe gjermanëve përballë francezëve apo dhe rusëve apo ku Ballkani ka qenë gjithmonë zona e influencave përkatëse apo ku gjithmonë tradita ka qenë slovenët, kroatët, shqiptarët, që përfshin Kosovën, Malnezi, Shqipërinë, Maqedoninë, kanë qenë bloku i influencës perëndimore apo kurse Greqia, Serbia, gjithmonë aleat Rusisë, kanë qenë gjithmonë lidhur me Francën. Dhe Anglia ka luajtur në gjithë të konfiguracion. Dhe, siç e dim nga historia, Shqipëria me Malnezi, me Kroacinë, kanë pasur Adriatikun, ku e gjithë lufta që ka bërë Austro-Hungaria, ka qenë mos më lënë Serbinë me dalë ndet apo. Ndërkohë Franca ka bërë çmos të influencojë që Serbia dilte ndet apo. Ndërkohë Anglia s'ka lejuar asnjë nga palët prishi, edhe po ka luajtur me të gjithë. Më kupton logjikën. Dhe koncepti është që Italia ka pas gjithmonë konkurrencë dhe bashkëpunim me Austro-Hungarinë, raport me Adriatikun. Kroaci, Malezi, Shqipëri. Ku gjithmonë ka qenë debati i madh edhe konflikti midis Italisë dhe Austro-Hungarisë, tas në atë kohë dhe pastaj Gjermanisë, për shkak se ndryshuan konfiguracioni luftës botërore në emra, nuk ishte më Austro-Hungari dhe Prusi, po ishte Gjermania naziste, su bashku dhe Austria dhe Gjermania. Keni parasysh. Nga historia ka qenë gjithmonë debati i Adriatikut. Tani debati për Sazanin ka qenë para 100 vjetëve. Do kishte Italia apo Shqipëria? Do kishte Greqia apo Shqipëria? Anglia apo Shqipëria? Dhe ekuilibrat ndërkombëtar than asnjëri as të përveç Shqipërisë. Pse? Më mirë ta ketë Shqipëria, që të mos jemi në përplasje gjeopolitike midis grekëve, francezëve, italianëve, austro-hungarezëve dhe sidomos mbretëreshës detrave, Anglisë. Dhe u gjet konsensus. Sazani i takon Shqipërisë. Ma me luftën e Vlorës? Në luftën e Vlorës 1120 si koncept, pra a mban mend si literaturë. E drejt. Se mund të talët në njoni me ne. Po në të bëllë cigala pjesët. I kena put në halën stres. Po, s'ka fillu akoma. E ka me ngemë. Vazhdojmë. Koncepti është pra që Sazani u caktua ndërkombëtarisht ta kishte Shqipëria. Lufta e Vlorës e fitoi Sazanin në aspektin moral, se në aspektin diplomatik ishin ndërkombëtarët që e përcaktuan. Ma kuptove logjikën. Dhe ishte ekuilibri botror. Problemi është që në vitet 44, kur Shqipëria ra në duart e Jugosllavisë dhe pastaj në duart e sovjetikëve, Sazani u kthye në bazën më të fortifikuar, të sofistikuar të Mesdheut që askush s'e di. Ka 3200 bunkerë, një shumë kaq i vogël. A e dish do thot 3200 bunkerë, një shumë kaq i vogël? Po kjo është ajo që duket nga droni. Nga lart, se çka ka poshtë? Tash do të shpjegoj çka ka poshtë. O të keqen e shpirtit. Poshtë ka tunele. Dhe konsiderohen nga ekspertiza ushtarake anti-atomike. Pyetja është pse duan tunelet anti-atomike në një shoqëri si ai? Duan për shkak se kështu e konsideroi regjimi që ishte kyçi që kontrollonte Mesdheun. Fuqia që do përdorte strategjia ushtarake e komunizmit ishte që ne nëpërmjet Otrantos kemi garanci ndërkombëtare, sepse kemi shumë ne Hormuzit tonë që është Sazani. E kuptove logjikën. Dhe Pashalimani dhe Sazani kishin një element tjetër që ishte zvërneci. Njerëzit nuk e din, po vlonjatët e din. Mosha ime dhe sip. Mosha ime dhe sip. Te kujtojmë çik donjatëve. A e mani me natë zhurmën që bëhet çdo vit në ver, që ishte bombardimi, servitja ushtarake e bombardimit që bëhet nga Zvërneci në det. Bëhej çdo vit ushtarake, ku gjuheshe me top nga Zvërneci në det, që kishte të bëjë me konceptin. Kemi Karaburunin,
kemi Sazanin, Pashalimani këtu, që ishte kjo, dhe pika e dobët ishte mbushu me bunker, që ishte Zvërneci. Dhe kështu krijohej Hormuzi i Adriatikut. Që do thot, në një konflikt caktuar, e gjithë Adriatiku bllokohet. Italia, Kroacia, Malizi, Shqipëria. 4 vende të NATO-s, e cila ka efekt të drejtë për drejtë në 10 vende të tjera të NATO-s, që janë Ballkan edhe në Evropën qendrore. E kuptove logjikën? Sa e thellë pas ka qenë më bukur. Tani fillojmë që ka ndodhur në Evropë me Shqipërinë dhe me Edi Ramën, që ke parë të gjithë lloj situate. Ja ka kaluar Izraelit si bazë ushtarake, e cila në të gjithë manualet e çdo shteti evropian konsiderohet një bazë atomike që mban bomba atomike izraelite kundër Europës dhe të gjitha pikpamjet përkatëse. Sipas projektit të famshëm që kanë izraelitët, që quhet në emrin e një personazhi biblik, projekti është një personazh që me duart e vet lidhura, me flokët e veta të gjata, su shëmbi qytetin. Po s'po më vjen emri tash i këtij personazhi që e di publiku që do të shkruaj aty tani, që do të komentojnë. Ky projekt ka të bëjë që në moment që Izraeli ndihet i rrezikuar, do godas të gjithë vendet e botës si një fund i tmerrshëm për të gjithë, jo vetëm për ta. Po ikëm ne marrim që me vete. Dhe ky projekt synon bombën atomike që e hedh në Rom, në Paris, Madrid, Berlin, ke vend të aleate, Londër, ke vend të aleate. Gjitha nga aty nga ishulli. Sepse është distanca. A ishulli që do poshin ca vila aty gjatë. Vilat përkatës. Pra koncepti i projektit të tyre, Samson. Projekti Samson, s'po vite fjala. Samsoni ishte e vërbuan këta dhe me duart e veta dhe me flokët e veta lëvizi shtylla dhe rrezoi gjithë tempullin dhe gjithë qytetin. Koncepti ky quhet projekti Samson. I shkruajnë 1890. 890 që do të bëheshin tunele në Paris, në Londër, në Berlin e tjerë, Vjenë e tjerë, do mbushin me dinamit dhe këto do shpërthejnë në momentin që këto do kishin hallet e tyre dhe do hakmerisht të gjithë tjerëve. Pse nuk e zgjidhen hallin? Jo thjesht armikun, edhe aleatët e paaft, e kuptove logjikën. Tani, ishulli i Sazanit do marrë emrin ishulli i Samsonit. Ma kuptove logjikën. E kupton çka ka bërë Rama Europës? Çfarë shqetësime ka sjell? Ka çorodit gjithë gjeopolitikën ushtarake të rajonit që për rreth parë do të ndihen të kërcënuar nga bombat atomike izraelite në Europë për shkak të projektit Samson. Dhe Rama i ka dhënë gjithçka atyre se është vetëm rrugë që të shpëtoj, se nuk ka shpëtim, dhe arsyeja pse i po shpejton procedurat ka të bëjë pikërisht me këtë histori. Sepse ai nuk ka rrugë tjetër. Dhe Europa sot është e tmerruar nga kjo gjë. Dhe Rama kur vajti ke Macronin, që u kapën për dore si ore mbledhore, jemi dy shqiponja, ke parasysh ti, ishte pjesë e ritualeve të masonerisë, çufove, franceze, ku dim që Macroni është një klysh Rothschildësh nëpërmjet Jacques Attalys, që është dhe një zar Rothschildësh. Historia e Shqipërisë dhe Francës, që në vitin 1941 ka vërtetuar që çdo kush që vjen nga Franca është një armik i shqiptarëve. Dhe kemi me Esat Pashën, që e dim shumë mirë si u varros, ku u varros, dhe pse ishte në Francë dhe kush e mbante atë, siç e dim në Roxhin që solli nga Franca dhe gjithë klasën tonë politike që ka ardhur nga Franca, me Sali Berish, me Fatos Nano, me Edi Rama të gjithë. Dhe nëse ka një vigjilencë da ketë çdo kush, duhet të jetë kur më kryeministra që vjen nga Franca, kur më president që vjen nga Franca, sepse Franca është aleat i Serbisë dhe Greqisë. Duke qenë aleat i Serbisë dhe Greqisë, do bëj çmos të shërbej aleanca edhe në Shqipëri, Greqisë dhe Serbisë. Dhe ndërkohë, aleancat tona kanë qenë me Amerikën dhe me Gjermanikët, apo jo. Dhe në marrëdhënie shumë të mira me italianët. Koncepti është që në këtë moment që ne po flasim,
Gjeopolitika e Europës po rikonfigurohet dhe presin zgjidhje nga shqiptarët që ta të bëjnë detyrat e tyre. Presin nga ne të jemi numra, që dalim në rrugë, që të justifikojnë që ja kanë fajin shqiptarët që po ikën Edi Rama, se shumë e vështirë të godasë Edi Ramën, sepse po jep Izraelit Sazane. E kuptove logjikën. Pra në Evropë nuk mund të thuhet që Sazani po kthehet në bazë ushtarake të Izraelit, që do kthehet nga Sazan në Samson, që është projekti atomik kundër Europës. Ma kuptove logjikën. Dhe ata duhet ta justifikojnë me flamingo këtë punë. Populli jonë që reagon, dhe ai sillin dosje dhe që veprojnë. Ata nuk mund të thojnë që Sazani po kthehet bazë ushtarake Izraelit. Dhe kur vjen puna ke porti Durrësit, e thon. Sepse nuk është një bazë ushtarake izraelite. Dhe do të shohësh që debati i portit të Durrësit do të jetë viti 2026. Gjysmë që ta ka mbetur. Sa po të vi ky ambasadori, do të dëgjosh muhabet e portesh. Dhe do të shohësh të muhabet e porteve si do hapet, sepse porti i Porto Romanos nuk ka asnjë kapacitet, asnjë aftësi menaxheriale për të shërbyer si një korridor ekonomik. Mund të shërbejë si korridor ushtarak, sepse është një bazë teknike për ushtrinë, për shkak se pa Shalimanin, për momentin kanë çufut, apo. Dhe mbi të gjitha ka një marrëveshje ndërkombëtare tash din shqiptarët që u zbuluan vitin 91. Në vitin 89 kur ra muri i Berlinit, në të gjitha vendet e NATO-s, në të gjitha vendet e Traktatit të Varshavës, ku Shqipëria kishte qenë e vetmi që kishte dhënë, ishte shkëputur 168 de jure për shkak të invazionit në Çekoslovaki, por teknikisht që në vitin 1961, Pashalimani konsiderohej bazë ushtarake investuar nga Traktati i Varshavës. Dhe nuk lejoi asnjë bazë Evropës Lindore, e Traktati i Varshavës kaloi në Traktatin e NATO-s. Ma kuptove logjikën? Sepse kështu ishte marrëveshja e largimit trupave të Traktatit të Varshavës, Bashkimit Sovjetik të rast, nga Evropa Lindore. Pashalimanin nuk mund ta merrte NATO-ja, a kuptove logjikën, prandaj s'e ka marrë kurrë. Problemi është që i vetmi që kishte legjitimitet për të menaxhuar Pashalimanin, që ishte shqiptar atë rast, ishte asistenca turke për shkak të pranërisë otomane. Sepse kjo ishte bazë e pranërisë otomane. Dhe duke qenë se është njohur Turqisë legacia otomane, ushtarake, u lejua pa shkelur traktatet ndërkombëtare që Turqia të investojë në Pashaliman. Italia s'mund të investojë në Pashaliman. Gjermania jo. Si ja dha ky më? Ore, ky ka dhënë gjithë Shqipërinë, morti. Ti thua si ja dha. Ky është gati të japë çdo gjë, sepse ky është zog i kyçes Soros. Duke qenë zog i kyçes Soros, ky është detyruar ta jap, sepse ky do eci sipas urdhave të familjes Soros. Sepse kjo familje po krijon Izraelin e ri, shoqërisë së hapur në Ballkan, siç krijoi Rothschildët Izraelin. Me rregull, kemi ne, po themi ne, kur themi ne themi shteti. Ka drejt shteti ta japi Pashalimanin kështu. Baza më e rëndësishme ushtarake që ka Shqipëria është themeli me letra pra. Jo, de jure, po them unë gjitha. Dhe Rama para 2 vjetësh e ka zhdukur nga fondi ushtarak. Hormuzin e Ballkanit, Hormuzin e Mesdheut, Hormuzin e Adriatikut. Që ka përgatitur që para 2 vjet. Ky president ka ardhur pikërisht për firmosur këto. Ky mut president sa të shpejt. Koncepti është që këto akte tradhtisë kombëtare gjithmonë marrin përgjigje si çdo tradhtar i kombit, siç e mori sa të pash. Në flas kodun që them do ta heqin qafë. S'ka rrugë tjetër këtu me këto që ka po. Por në këtë moment është kthyer në një problem pan-evropian. Sepse ka kthyer Sazanin, Hormuzin e Adriatikut, që me konsensus ndërkombëtar para 100 ca vjetësh u vendosi ta kishte Shqipëria, e ka kthyer idioti përkatës në bazën Samson kundër Europës. Që do thotë kutia Pandorës atomike e Europës. Do më thënë, të gjitha këto, si tush, këto lajmet që po bëjnë buj tash, domethënë me atë përshkrimin Albania Files. Domethënë futen mrena të gjitha ato që folim tash bashkë. Albania Files është jo, plas në konceptin sa po çova ke vëllimi i dytë. Jo, jemi okay na. Ti na, domethënë nuk e di unë, na çakordove në total. Jo, flas ke kjo ide.
që këto kur thënë Albanian Files ata jashtë. Duan të përdorin Albanian Files të flamingove për të mos folur për Albanian Files 2 që është ishulli Sazan që këtën ishulli Samson. Që porti Durrësit, që është korridori bazë i influencës amerikane dhe gjermane në rajon, që di kush ishin kompani gjitha gjermane, apo jo? Që di kush kishte sigurin, kompani amerikane, apo jo, sigurin, skaneret e këto. Pra, ky port që përbënte nyjen kontrolluese amerikane dhe gjermane në Ballkan, sipas gjeopolitikës 100 vjetëve, në kuptove logjikën, ky ja kaloi në zhbërje totale, gjërat se kur do bënte pallate. Dhe po vetë 4 pallate janë bërë. Sa vjet ka? Ishin po 400 apo jo? Ti di sa shpejt bëti pallat sot. Pse? Se është ngërë që ndërkombëtarëve. Ova, më mirëtullin ca leksa shqiptar, se dëmtohet një gjeopolitik rajonale. E kush që ka ky e Rama që do të dëmtoka. Po më falë, e mamena Ali Pashtë për si histori që e hëngur kokën vetet. Dhe përfundoi koka në Stamboll apo në pjatë, argjë. E tradhun vetet. Po pse? Se bëri aleancë me Francën. Kush ka bërë aleancë me Francën e ka futur Shqipërisë. Dhe diplomacia Ali Pashtë të me Francën prodhoi Greqi. Sepse revolucioni grek erdhi si pasojë e shkatërrimit të epirit që bëri Ali Pasha. Do ishte bërë revolucioni shqiptar, jo grek bla. Ky nëpërmjet Francës shkatërroi gjithë kapacitetin e revolucionit shqiptar. Do ishte Shqipëria, gjysma Ballkan do ishte Shqipëri. Përfshi Greqie, jo çamri, jo. Greqie, do i përfshinte Malzie, do përfshinte Serbie, do përfshinte Maqedonie, e disi do ishte Shqipëria. Po pra po, në atë kohë nuk e meritonim në mënyrë se usovë, se ne shkoti luftonim shqiptarë me shqiptarë, në atë kohë. Tani koncepti është që Rama, në aleancën ushtarake Izrael, Greqi, Shqipro, është futur si pyk, kundër Turqisë, dhe Franca është pas kësaj gjë. Për shkak se Franca ka marrë koncesion nga Greqia në detin jon, që është një kompani çufo franceze, që kontrollon gjithë naftën e detit jon. Dhe prandaj duan të japin detin Greqisë komplet, ne dalin vetëm fuqinë e tretë ke bregu i gjithë jonit, të paguajnë parë me kalu në ujërat ndërkombëtare, se është ujëra greke sipas projektit të Rama dhe Berisha, sepse për gjitha çfarë them unë ty, Berisha hesht, se Berisha është pjesë e lëpirjes si Shabat Gojl i çufove. Më kupton dhe francezëve, mos harro këta që vinë nga Franca, janë të gjithë në shërbim të armikut, të gjithë. Çka kemi parë ne, kanë ardhur nga Franca, janë gjithë shërbim të armikut. Enver Hoxha, Fatos Nano, Sali Berisha, Edi Rama, këta janë gjithë Francës dhe harroni të guxoj një i Francës vi në krye të Shqipërisë më. Dhe gjithë ta punojnë kundër Shqipërisë. Sepse po të punoni për Shqipërisë, do reagoni për të që po them unë ty. Që Sazani nuk është një kompleks turistik i familjes Kushte, do me familjes Trump, si thojnë këta. Është krijimi i një ishulli izraelit që quhet Samson, i jo Sazan. Edhe vetë Shqipëria nuk do quhet më Shqipëri, po do quhet Izraeli i ri i shoqërisë së New Israel do quhet. New Israel. Dhe do jetë në Ballkan. Dhe tashmë na vijnë burime të përditshme, të përorshme, sidomos gjatë kohës protestës, që na tregojnë se si çufot po bën banor fshatra shqiptar. E di këtë ti? Me letrave, po blen shtëpia në fshat. I ke parë që na mungojnë turistët izraelit në Shqipëri, ndërkohë që janë shtatfishuar? Pse si shohim ne? Turizmi i tyre, ndryshe nga turizmi i tjerëve, bëhet me guidat e tyre. Dhe kur marrin guidat shqiptare duhet vetëm për një shërbim, sepse ata flasin hebraisht, jo anglisht, jo se s'din. Kanë guidat e veta këto. Kanë marrë guidat e vetë se shkojnë dhe shohin fshatrat, tokat që do na marrin. Po shohin malet që po marrin, me paketën e maleve, me ligjin e shitjes tokës. Pra ne jemi përballë një invazioni të heshtur me para, ku shqiptarët ikin nga fshati dhe marrin parat për tokën që po i shesin këtyre pa letra, se ne nuk kemi nevojë për letra, se i letrat i bëjnë vetë. Ju vetëm na jepni, na merrni lekët, na ti çka numri bankës dhe hikni pirtun. Edhe ik. Dhe koncepti është që në këtë moment që të jenë qartë të gjithë që na ndjekin, po ju them një shuri Sazanit, porti Durrësit, ka shkatruar gjeopolitikën europiane ushtarake. Kjo është arsyeja pse Dritan Goxhaj ka të drejtë mbi Altin Goxhën kur thot Altin duhet vazhdojmë me rezistencë me paqe, por na duhen numra. Që do na duhen shqiptar durim të mëdhenj.
Nuk na duan Altin Goxha që janë gati për përplasje. Na duan shqiptarë që vinë si numra dhe mbajnë në presion Edi Rama. Na duan në korrik, po mund na duan dhe ngushtë. Mbase dhe shtator. Po ndërkohë Rama po shbëhet. Kjo është rruga pesore pa gjak dhe pa ilegjitimitet. Pra, të shkojmë drejt një rrugë që është kushtetuese, ku nuk do pranohet asnjë qeveri që nuk del si produkt i protestës. Pra, pata francezët përkatës, pa zogjt e qyqes Soros brenda, pa zogjt e Izraelit brenda, dhe pas klevrit shabat gojet e Izraelit brenda, sepse detyra tyre është të ndalojnë procesi e çmontimit të Shqipërisë. Dhe protesta do të çdo qeveri që të plotëson këtë kriter, të shpëtojë Shqipërinë nga shitja dhe të ndrojë një sistem politik që sjellë një shpresë që jetohet këtë vend. Pra jemi përballë një realiteti që njerëzit të dëgjojnë, ta kuptojnë që Altini ka të drejtë kur u thotë, po na pushtojnë. Dhe Dritan Goxha ka të drejtë kur thotë, na duhet rezistencë paqësore, por na duhen ju, na duhen numra. Në momentin që ne jemi pak fiton Rama, po kjo është ndëshkimi i Zotit, që ju për pak gjë, që është koha, që keni duru kaq vjet, 36 vjet, të refuzoni që të vini ditën e 36, 37, 38, si na duheni këtu. Na duheni se s'bën këtu që të pjellim sipas kohës që kërkon një shtatzan, nuk po them 9 muaj, po them si koncept. Na duhet se s'bën që të lindim një Shqipëri e cila arrin të mbjetoj në këtë plan tash diabolik. Dhe e meritojmë. Po që ta meritojmë, na duhen numra. Na duhen njerëz. Altin Goxha ka deklaruar, jam milingon me stjerë. Pse jam milingon? Jam milingon sepse kemi vlerë, edhe Altini me njohurit që ka, edhe dikush që ka më pak njohuri. Na duhet dhe një shkencëtar, na duhet edhe një murator. Na duhet dhe një zonjë shtëpiake, na duhet edhe një psikolog në karrierë, na duhet edhe një majt dhe një idiot, na duhet edhe një homoseksual, na duhet edhe një heteroseksual, na duhet edhe konservator dhe liberal, na duhet edhe komunist edhe ballist. Duhemi të gjithë, duhemi numra. Kemi nevojë që çdo ditë të shtohemi, jo të paksohemi, edhe në kushte korrikut dhe kushte. Na duhet njerëz, sepse po çmontohet Rama që ka sjell një problem të jashtëzakonshëm kudo, sepse Rama po luan me faktin që ja, kaq ishte. Jo, s'ka filluar akoma. Ai nuk e mund dot Shqipërinë. Është fare pak. Disa pak njerëz ka Rama me vete. Te afash pra, 1500 policë, pra 2 javësh, do praktisin detyrën që 200 nga ata ishin brenda kryeministri, forcat e rënea. Do praktisin detyrën, sepse do refuzonin të përplasësh me popullin, ti e pesisht e popullit para 2 javëve. Ashtu. Edhe në gjithë medet e botës. Koncepti është, kemi nevojë që çdo shqiptar të kuptojë që po luhet me familjen e tij, po luhet me pronën e tij, nuk do të ketë shtëpi, nuk do ketë tokë, nuk do ketë asgjë, nuk do e lënë futet Shqipëri, do rikë kufiri me arkivolin e babës vet për ta sjellë Shqipëri dhe s'do e lënë zyrtarët izraelit, e prorët izraelit me shërbëtorët e tyre, burokratët indian dhe filipinas. Këtë dhe Shqipëria në kufi. Do ngeli arkivolin kufi, nuk do ketë ku ta varros. Dhe e vetë ta harroj se mund të varroset në Shqipëri. Kemi nevojë për numra këtë ditë. Ju lutem, kuptoni që fuqia jonë në këtë rast nuk është forca fizike, është forca shpirtërore. Është guximi për të ardhur dhe për të protestuar çdo ditë. Kjo është betejë që do fitoj. Unë kam gabuar kur thash dy korrik, do ta zgjidhim këtë punë. Për arsyeën e vetme, se vërtet mund ta fitojmë atë betejë. Pa mund fitonim luftën, për shkak kaosit, për shkak destabilitetit, për shkak të çufave që prodhon gjithmonë fasftagë, apo ja. Dhe funksionon teoria gandhiste e Goxhait, që është strategu ushtarak. Unë kam më kollaj të pranoj që mund ta kem gabim kur ma thot një ekspert ushtarak, kur kërkoj një zgjidhje radikale. Sot ka nevojë për zgjidhjet edhe mënyrat më të mira të mundshme, nuk është se ka nevojë për parashikime datash kuptim e fjalës. Po zgjidhjet më të mira të mundshme janë ato që bëjnë diferencën, po i madhe.
Na tërbove arbor. Ne, ku t'i gjonë, na ke bo ta amë cigara në ta pima, valla. Unë ndihem kaq mirë sot e no me historinë Altin Jarova Bjemrin, ati djalit Durrësit, që si dhe gjithmonë në protestë, çdo ditë djalin e paralizuar në karrocë. Po e kam parë. Jarova Bjemrin, mund të na ndihmoj dikush. Kontribova dhe unë më pak sa kisha mundësi. Ku ai deri ditën e djeshme, nuk e di sa ka vajt sot, kishte kapur 160.000 euro me 4.200 donacione, 4.200 shqiptarëve, si një përgjigje e Zotit ndaj djallit. Do të thonë, ishte një mbrojtje hyjnore që shkatronte plantën djallësore. Si mund të arrestoje ai njeri nga policia kur ai tha, ju lutem, lidhuni me familjen, kam fëmijën që sa kushta ushqej, lidhuni me spitalin. A unë kam lotu kur e kam paske. Nuk e mbajta dot, me thonë drejtë. Unë nuk jam tip që emocionohem kollaj. Po ishte shumë e rëndë. Po unë ndjeva kaq mirë me shqiptarë, 4.200 njerëz kishin paguar, kishte 500 kishte pagu të tjerë. Dhe i vajti i shifër jashtëzakonshëm me kontributi financiar, kushdo kush ishte i lumtur që paguante, dhe i kishte syt me lot kushdo që paguante, sepse ndiheshe se ajo që ndark, që po jepte pjesë të asaj që po dorëzonte, po shkonte për një gjë kaq të bukur dhe kaq të mirë dhe kaq nevojshme. Edhe si një kundërpërgjigje ndaj sistemit, ja këta jemi ne, do ta mundim këta. Ajo ishte një kryevepër. Edhe pjesa më komike e gjithë historisë time në komisariat, se harrova ta them, ishte Ergis Bici, kampioni europian i arteve marciale. E akuzonin për kundërshtim të forcave të policisë me dhunë. Ndërkohë ai po më tregonte histori dhe që unë t'ia tregoj këtyre opëgjëve të mia. Thash akuzoni, thash, kampion europian për kundërshtim policisë me dhunë, ndërkohë që e lëvizi dyer kokën, kur gjytën dyer me shkop gome në kokë, që se kapi asnjëherë dhe e vun prangën. Ai po të kishte tash me kundërshtu, kishte paros 4 metra sekondë. Nuk kishte më ta marrë 4 metra. Sa ishte kampion. Tamam. Po me për t'u habit. Edhe nga Durrësi, nga Lalzi. Deshen me godit me shkop gome në kokë. Dyer. Po i shqybi me la shakull tjetër nga valla. Dhe ai si një karakterist i nivelit lart, pra jo karakterist, po kjo është majtaj, nuk e di se mund të quhet ky lloj. Nuk ka reflekse, po një rob normal më bë. Ore, kam pi me tan shakull. Di pe me femra që punon. I gjutu me spajt arishmon, femra. Po ishin droguar, dëgjoj mua, ishin të droguar. I kemi video të gjithën, do t'i pusi mes. U kam bërë dhe gëzhoja tash që do analizohen. Një gëzhoja, dhe që ndërkombëtarëve ti shohin. A mund të përdoren këto gëzhoja ndaj zonjave dhe vajzave? Po një grua shtatzën mund të përdoren këto? Më pyeti. Babaj. Se kanë marrë qafet e banorët e zonës. Ti shifshe policë gjithë duke qarë nga lotët e gazit. Ata përdorin gaz kundër policisë tyre. Kjo është të tmerrshme, ta imagjinosh. Po e bëjnë këta se kanë trajnerë izraelitë. Se kanë problem të gjona. Akademia e Sigurisë me Izraelin. Ke parasysh justifikime sjell ekspertët e Izraelit në Shqipëri. A ka kështu flamur ajo akademia vëlla? Dha. Se mos e ndryshe do të bëni çfarë? Jo, kanë frikë të as për atë se do dalë në trim, do ta bënë të pabër me flamur shqiptar në dorë.